qysh e din ti për shkak se çaja vrasja u bë pi dikujt tjetër jo pi vetvetes. Po të vjen ty një kufon. Si për shembull ti nuk ke të drejtë me sa e dion, mjeku ligjor nuk e përcakton na vrasja është abiden është vetvrasje, po ti e përcakton natyrën e plagëve, nëse ka plagë mbrojtëse ose jo. Një goditje në kokë, bam. Ku e din ti, ose qysh e din ti për shkak si njeri primarisht. Çaja vrasja u bë pi dikujt tjetër jo pi vetvetes. A ka një kënd që ti e dallon, që ka mujt me më Kjo është mënyra e veçantimit të plagëve, flet në quajmë drejtimin e qitjes, është i qotë konde që a mund t'jetë e veçantuar apo veçantuar nga një palë tjetër. Se shumë nëse unë e vi me një plagë në shtëpinë të Pikërisht nuk ka sens që dikush të kryej vetvrasje me një plagë vrim hyrëse që quajmë nga regionin e shpinës dhe vrim dalsi në regionin e barkut. Të është e pamundur me shkaktuar një vdekje të tillë. E kundërta? Kundërta mund të jetë. Mund të jetë. Asnjëherë mjeku ligjor nuk deklarohet për natyrën juridike të vdekjes. Në kuptim të asaj me quhet vrasje dhe vrasje. Ato do ta bëjnë organet e drejtësisë, sepse ne bëjmë vetëm një autopsi dhe një raport mjeku ligjor. Prokurori ka të gjitha provat. Në që raportet të mjeku ligjor i ka kamenat e sigurisë, i ka ekzaminimin e vendin ngjarjes, i ka deklaratat e dëshmitarëve të ndryshëm dhe krejt këto kur ti përmbledh, ai pastaj e për rezultatin final mbi atë lloj të vdekje.